Një tragjedi e rëndë ndodhi sot. Dy vëllezër u vranë nga dhëndri. Pak ditë më parë varrosën babain e tyre. Një tragjedi e rëndë ndodhi sot në fshatin Gollobuc të Malishevës. Dy vëllezër me inicialet D.M dhe N.M janë vrarë me armë zjarri e ku dyshohet se durasi ishte dhëndri i tyre Astreti Sufi nga Sakovci i Drenasit. Dy vëllezërit janë të moshave rreth 32 dhe 45 vjeç, e të cilët janë qelluar me armë zjarri para shtëpisë së tyre. Por si ndodhi ngjarja? Ngjarja dyshohet se ka pasur motiv familjar i cili kishte filluar më herët mes palëve. I dyshuari sipas hetimeve paraprake sot ka shkuar në shtëpinë e viktimeve për të marrë gruan e tij. Derisa pak ditë më parë, dy viktimat kishin varrosur babain e tyre. Pasi është larguar disa metra, ai ishte kthyer përsëri dhe ka hapur zjarr ndaj dy vëllezërve që ndodheshin para derës së shtëpisë. Dyshohet se edhe vëllai i të dyshuarit kishte pasur konflikte të mëhershme me viktimat, të cilat mund të kenë shkaktuar rëndimin e situatës. Policia dhe prokuroria janë në vend ngjarje. Trupat janë dërguar për ekzaminim, ndërsa i dyshuari Astreti Sufi është në kërkim nga Policia e Kosovës së bashku me njësinë Kënan dhe po zhvillohen veprime të shpejta operative për kapjen e tij. Ndërkaq vetëm gjatë këtij viti, sipas statistikave, deri në muajin gusht ka ndodhur gjithsej 12 vrasje. Rasti i sotëm është ende nën hetime, ndërsa për detaje më shumë na ndiqni në webfaqen zyrtare të Infokos www.gazetainfokos.com.